Shikoni, besimtar është e lidhur ngushtë me misionar. Nuk mund të jesh besimtar pa qenë misionar dhe nuk mund të jesh misionar pa qenë besimtar. Vëllezër edhe motra, Apostulli Paul, Perëndia jon Zoti Jezus, shpalte gjatë gjithë kohës duke u përshtatur në vendet që ai ndodhej. Ai nuk hapte Biblën, ai nuk citonte Dhjatën e Vjetër gjatë gjithë kohës, por përdorte mënyra të ndryshme në vende të ndryshme. Çfarë je duke përdorur ti për të përshtatur? Shikoj, e vërteta është që misioni nuk është një program, misioni është prezencë. Është më e lehtë të ndash ungjillin me personin të cilin ti bën pazarin, sesa me një person të cilin ti fton në kish. Misioni zbatohet kur ti shkon në rrugë, në kafe, në shkollë, në shtëpi, në konvikt, në koncert, në aktivitete kulturore, në jetën e qytetit. Jezusi jetoi një jetë të zakonshme. A jemi ne të pranishëm në jetën reale të njerëzve, apo të fshehur në mjediset tona fetare? A jetojmë ne me njerëzit, apo jemi strukur në atë tullumbacen ton të krishterë? Shiko, unë nuk e di, këte kam bërë gabim se nuk jam informuar, po sa prej jush kanë qenë teatër 2 javët e kaluara? Sa prej jush kanë qenë kinema? Kjo ishte për kuriozitet e kinema, se nuk mund të flasësh në kinema. Sa prej jush kanë qenë në koncert? Shkoni, vëllezër e motra, njerëzit që ne duam të shpallim Krishtin jetojnë në këto lloj aktivitetesh. Po të ishte sezoni futbollistik, do thoja sa prej jush kanë qenë stadium. Por njerëzit jetojnë në këto lloj ambientesh. Ne të krishterët çfarë bëjmë? Strukemi në ambiente të tjera. Në fakt, ajo që fjala e Zotit na mëson, edhe nëpërmjet apostullit Paul, edhe nëpërmjet Zotit Jezus, është që ne duhet të përshtatemi në kulturën që jetojmë. Jo të bëhemi si kultura, por të jemi aty për njerëzit që na rrethojnë. Shikoni, përshtatja, teologjia e përshtatjes ka të bëjë me nëse një komshiu juaj ka një problem serioz frymor. Të gjithë kanë, sepse Bibla thotë që lufta jonë nuk kundër trupit edhe mishit, por kundër pushteteve, fuqive dhe principatave. A do drejtohet ky komshiu jot tek ty? A keti këtë lloj marrëdhënie me këtë person, me këta persona që të rrethojnë, që të drejtohen tek ty? Përshtatja ka të bëjë me të qenurit prezent. Përshtatja ka të bëjë me të qenurit aty me njerëzit kur ata kanë nevojë.